Po bëhen gati për inspektim në nivel komunal. Këta inspektorë së bashku me kryetarin e zveçanit Ilir Peci kanë filluar inspektimin e disa objekteve të ndërtuara në kundërshtim me ligjin dhe që janë pronë e komunës. Kryetari Peci thotë se përveç pronave, inspektime po bëhen edhe në biznese. Deri me tani mirë kam vazhdu do të ditën e parë 3 lokale, ku të përfshihen një lokal ushqimore dhe 2 lokale të kafeteri. Edhe inspektorët e punës, disa objekte të cilat dëshuhet se janë pa leje të ndërtume, mirë po dalin tash edhe i verifikojnë. I pari zveçanit thekson se pas mbylljes së strukturave paralele serbe në veri, ka rënë ndikimi i listës serbe dhe se qytetarët po kryen shërbime sipas ligjeve të Kosovës. Nga mbyllja e sistemit tynet paralele do më hunë është një përmesim shumë i majdokshëm, shumë në interesim shumë i madh qytetarëve, se do të thotë nuk peshohen ata veten në atë pjesë, duke marrë parasysh për çdo ditë për ndërprerjen dhe janë kthyer shumë. Do të thotë neve si komuna ka dalë shumë a punë këto, mirë po për shtetë është pozitive. E kryekomunari të Lashe ka me buxhetin, për çka tha se javë më parë janë tërhequr nga qeveria 60.000 euro. Na i kemi njoftuar gjithmonë qeverinë, do të thotë se po kemi këtë problem, mirë po asnjëherë nuk kena marrë, do të thotë asnjë premtim, asnjë përgjigje pozitive, as negative nga qeveria, do të thotë javën e kaluar ne ka tërheq afër 60.000 euro, mirë po neve po na dëmtojnë se është një buxhet shumë i vogël. Televizioni kanë tentuar të marrë një qendrim për këtë nga qeveria, por të njëjtit nuk kanë kthyer përgjigje. Peci konfirmoi se do t'i futet sërish garës për kryetar komune.